Përshëndetje të gjithëve. Kemi nisur një tur takimesh me gjithë ekipet zjarfikës në gjithë vendin, në të gjitha bashkitë. Stacioni zjarfikës në Fier është model edhe nga infrastruktura, po me sa shohun edhe nga trupa e zjarfikësve që e përbëjnë këtë njësi të rëndësishme. Ndërkohë që për fat keq nuk I kemi gjithë në këtë standard dhe këtë nivel, edhe pikërisht kjo është një nga arsyet edhe një nga objektivat që I kemi vënë vetes për t'i sjellë të gjithë në një standard të njëjtë, të barabartë, me qëllim që puna që ju bëni edhe gjithë përkushtimi dhe profesionalizmi në një moment të caktuar të jetë në fakt një model që të frymëzojë gjithë qytetarët. E pam shumë qartë nga vera që kaloi sa e rëndësishme është që të ketë njohuri për të vepruar në një moment emergjence, zjarri kushdo, edhe një qytetar I thjesht në një komunitet caktuar do duhet të ketë disa njohuri bazike me qëllim që më pas edhe ju ta keni më të lehtë punën tuaj. Kështu që në këtë kuptim jo vetëm forcimi I institucioneve apo I strukturave të posaçme për mbrojtjen dhe shpëtimin ka rëndësi, por ka rëndësi edhe niveli I njohurive që gjithë komunitetet duhet të kenë lidhur me përballimin I situate emergjence. Dhe jo vetëm kjo, po vera e kaluar na tregoi edhe sa e rëndësishme është të investohet në ato bashki të cilat për shkak se janë bashki të vogla, duhet të forcojnë kapacitetet e tyre pasi shpesh historia tregon që zjarret bien pikërisht në bashki të tilla si Finiqi, Delvina, Leskoviku, cilat kanë kapacitetet kufizuara dhe jo shpesh herë janë në gjendje të përballojnë situata emergjenca apo zjarresh masive, e ndërkohë qytetet mëdha si Tirana apo Durrësi I kanë kapacitete dhe zjarret që bien në rrethinat e tyre janë më lehtësisht të menaxhueshme. Edhe thënë kjo, pa diskutim që një nevojë domosdoshme është menaxhimi në nivel të qëndërzuar dhe të koordinuar mbi bazë rajonesh të shërbimit zjarfikës, po jo vetëm shërbimit zjarfikës, po të emergjencave civile, duke përfshirë aty edhe urgjencën kombëtare mjekësore, edhe emergjencat civile, zjarfikësit, edhe patjetër edhe policinë e shtetit, edhe gjithë strukturat e forcave të armatosura, cilat në momente caktuara marrin rëndësi secila dhe sigurisht e rëndësishme koordinimi ndërinstitucional. Për shkak se strukturat tona apo funksionet e reagimit në situata emergjence janë funksione që janë të vendosura në disa prej institucioneve tona, me rëndësi koordinimi edhe komunikimi ndërinstitucional, e jo vetëm pastaj, po edhe së bashku me instrumentin europian të emergjencave civile. Nga ana tjetër, rëndësishme është dhe krijimi një trupe efektive zjarfikësish, të cilët patjetër janë të motivuar, janë të shpërblyer dhe janë të qartë në karrierën që do duhet të kryejnë brenda shërbimit zjarfikës. Edhe pikërisht edhe për këtë është e rëndësishme që të përcaktohen kriteret qarta të pranimit të shërbimit zjarfikës, por edhe të ngritjes kapaciteteve, edhe të formimit vazhdueshëm sipas protokolleve dhe standardeve më bashkëkohore që do duhet që strukturat të tilla pra të emergjencave dhe të kërkimit dhe të shpëtimit të kenë dhe të jenë të pajisura. Kështu që për gjitha këto jemi duke punuar, ajo që unë dua të them është që pa diskutim ky stacion këtu është shembull edhe për infrastrukturën, drejtori po më thoshte është një nga stacionet ku ne kemi të vendosur edhe kullën e stërvitjes, dhe ndërkohë që nuk është një strukturë e cila është e replikuar shumë në stacionet tona zjarfikës. Sikundër nga ana tjetër do duhet që të forcojmë akoma më shumë edhe atë funksion që ju e keni me drejtë edhe kryetari e përmendi, që nuk ka të bëjë vetëm me zjarre në nivel kombëtar apo emergjenca kombëtare, por edhe sa I përket atyre emergjencave urbane brenda bashkive, sa I përket ndihmës që mund të jep në një moment caktuar në një banesë, një zjarri në banesë apo përmbytjeve apo ndërhyrjeve të tjera që kryhen në nivel urban, për të cilat pritet vërtetës kapacitetet edhe forcat janë në nivelin e dur, por ajo që thashë në fillim e rëndësishme është që t'i koordinojmë edhe në nivel kombëtar, pra përtej asaj zonës urbane të bashkisë. Pa diskutim kemi marrë një angazhim së bashku
Dhe mbi të gjitha e rëndësishme është që të dëgjojmë edhe çfarë vjen si shqetësim edhe apo si sugjerim edhe nga ju që përballeni çdo ditë në të përditshme në terren. E di që shpesh kur diskutohet për zjarr fiksi thonë, "Ama mirë se një herë në vit i bie radha të merret me një gjë të rëndësishme", po ndërkohë nga ana tjetër unë e di që është e domosdoshme që t'i kthejmë syt nga ju çdo ditë vitit edhe jo vetëm kur kemi një emergjencë dhe të gjithë i kanë syt nga ju, pasi vërtet ajo çka bëni është frymëzim edhe do duhet të udhëheqi në fakt shembullin e mirë qytetarisë tek të gjithë dhe të mos ngelet vetëm thjesht një akt human i cili vjen si frymëzim i brendshëm, por të jetë vërtet një reagim i përditshëm në bashkëtesën komunitet edhe në atë çka bëni të përditshme. Do doja shumë që t'ju dëgjoja një mendim, një sugjerim lidhur me çka duhet kemi parasysh në këtë reformë që kemi ndërmarrë bashkërisht. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Zhvillohet takim bashku sot edhe me ministrin e brendshme, zonjën Koçiu, edhe për të parë më nga afër këtë investim të mrekullueshëm që kemi bërë këtu me stacionin e ri të zjarrfikseve, por sigurisht edhe për të shkëmbyer një mendim, një ide se si ta vazhdojmë ta përsosim më tej këtë shërbim. Ne jemi dëshmimtar të gjithë që nga viti në vit sfidat shtohen, edhe Behari si vjetshëm ishte një tregus shumë i qartë i betejave të mëdha që e gjithë trupa e zjarrfikse pothuajse në prind bëri me zjarret. Ashtu sikurse sapo jemi futur në periudhën e vjeshtës dhe të dimrit, dhe sigurisht edhe kjo periudhë ka, le të themi, ato sfidat e veta. Urojmë që mos kemi probleme këtë vit, por jam i bindur që edhe po të kemi, sepse janë gjëra që zvaren nga ne. Besoj që gatishmëria dhe masat që kemi marrë janë të plota. Dhe do doja t'ju shpreha gatishmërinë që krahas investimeve që ne po bëjmë në pjesën e infrastrukturës, qoftë tek stacioni këtu, qoftë në mjete, pa dyshim që do të vazhdoj të jetë në fokusin edhe të qeverisë, edhe të bashkive, pa dyshim, gjithmonë më shumë trajtimi juaj, qoftë duke filluar nga ato veglat e voglat punës, deri pastaj tek pagat e trajtimi financiar e kështu me radhë. Kështu që edhe një herë shumë faleminderit, mirënjohje dhe respekt për gjithë ju. Faleminderit e nderuar ministre, nderuar kryetar, nderuar kolegë. Atëherë unë do thoja dy fjalë edhe të mira për shërbimin zjarrfiks të Bashkisë Fier, pasi përveç infrastrukturës e cila sot është në një nga më modernet në Shqipëri, them me plot bindje këtë, pasi vet investimi që kryetari bashkë me organizatat e tjera ka bërë në këtë qytet. Unë do të thoja që deri në dje juve ju kishim problem për sa i përket ndërhyrjeve në zjarre, në përmbytje, në industri, por sot ju jeni kthyer në një shërbim elit, duke ndihmuar jo vetëm bashkinë tuaj ku ju shërbeni, por të gjitha bashkitë në gjithë Shqipërinë, pra keni qenë prezent me infrastrukturën, me pajisjet, me mjetet që ju keni pasur, por jo vetëm, edhe me guximin që ju ka shoqëruar në çdo kohë, duke ndërmarrë hapa shumë të rëndësishëm, duke mbrojtur pyje, kullota, jetën e njerëzve gjën e gjallë në çdo rast kur ne ua kemi kërkuar. Dhe për këtë meritoni një falënderim shumë të veçantë. Ajo çfarë vlen të përmendet është se rekrutimet në këtë bashki kanë bërë që trupa juaj të jetë më re. Pra sot kemi një moshë mesatare 36 vjeç në shërbimin zjarrfiks në Bashkinë Fier. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Ne kemi ndërmarrë disa hapa në ndryshimin e legjislacionit dhe disa akteve në ligjore, ku i kemi duke i diskutuar me të gjithë mekanizmat ligjor për të ndryshuar ligjin, i cili është shumë i rëndësishëm për të vendosur disa pika mbi qoftë në rekrutimin, qoftë në trajtimin tuaj, trajtimin me ushqim, pra moshën që është shumë e rëndësishme. E di që keni vështirësi në rekrutimin e drejtuesve të automjeteve, por edhe këtë gjë ne do ta shikojmë në mënyrë që ta zgjidhni edhe këtë problem. Unë nuk do të zgjatem, do t'ua kaloj fjalën juve, ashtu si dhe zonja ministre tha, për të na paraqitur problematikat që ju shqetësojnë gjatë gjithë në jetën e përditshme, në punën e përditshme. Përshëndetje të gjithëve.
Unë qëmë Nusret Abdullaj, jam në kryetari bashkisë dhe jam direkt përgjegjës për gjithë kryetarin tuaj. E vlerësoj shumë prezencën e ministres, i ka dhënë prioritet shërbimit gjatë. Unë do ta quaja misionin tuaj shumë fisnik. Bashkëpunim me drejtoritë përkatëse dhe me ujësjellësin kemi ndërmarrë një veprim për të bërë një hartë digjitale për të vendosur hidrantet. Patjetër kam biseduar dhe me Zijajin, jeni dhe ju pjesë e këtij procesi, se shumë i domosdoshëm, që në momente dhe në vende për shembull ku nuk ndërhyjnë gjarficja, të keni hidrant, do të keni një zgjidhje për çdo pjesë të qytetit. Kështu që unë ju falenderoj dhe punë të mbarë. Shpëtim Sula për gjithë shërbimin në stacionin në Zjarfik Fier. Jam me një karrierë të gjatë, duke filluar që nga viti 84, e gjë në vështirë, duke kaluar shumë trajnime në të lloj shërbimi. Të nderuar zonja ministre, të nderuar zonja kryetar, të nderuar profesorët drejtorisë tonë. Duke qenë se Zjarfik i vjetër, dëshiroj të ndaj edhe unë disa mendime me juve. Kemi kaluar shumë problematika nga e kaluara dje sot ku kemi arritur në këtë stad. Dhe uroj që dhe shokët e mi ta vlerësojnë këtë dhe të shërbejnë sa më mirë dhe më gjerë këtij publiku. Kjo është një vlerësim i madh që qeveria shqiptare, bashkëpunim dhe gjitha strukturat e tjera kanë bërë të reparë që neve sot e gëzojmë me të gjithë potencialin ton profesional, Zjarfik, me të gjitha çajtë e kodit shërbimi modern. Mendoj unë që duhet kemi një vëmendje të madhe si nga ana qeverisë ashtu dhe nga ana institucioneve tjera për rritjen e pagave, për përgatitjen dhe për krijimin e kushteve sa më të mira të jetesës dhe të atyre që neve na jep ligji. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve. Mua më quaj Gzim Pasha, jam komandant shërbimi dhe kam 32 vjet. Kam 32 vjet në shërbimin e Zjarfik. Unë doja të teksoja më shumë për këtë pjesën e marrjes të shoferave, ta shikohet ajo punë e moshës një dhe një gjë që kam dhe nga çunat. Ne kemi çuna të rinj që janë nga mosha 30 vjeç. Pjesa e këtyre 30 vjeçve nuk e kap ai ligji i gradës. Të shikohet dhe kjo, sepse që janë nga 30 vjeç e poshtë i kap, nësa ata që janë nga 30 vjeç nuk i kap ligji i gradës. Faleminderit. Të dashur koleg, faleminderit për kushtet, për njësimin e mjeteve, kushtet e ndënjës në repar. Mbetemi vetëm tek pjesa e pagës. Vetëm kjo është ajo që duhet shtoj. Për gjitha gjërat e tjera, ju falenderoj. Faleminderit.